Të nderuar vëllezër, temën që e kam zgjedhur për sonte ka të bëjë me martesën. Ka të bëjë me martesën. Martesa është i vërtet. Nëse çifti e lexon një libër prej 100 fletëve, nëse çifti e lexon një libër fetare për çështjen e martesës në Islam. Martesat tona për fat të keq, po i përgjajnë çdo martesës, po jo martesës islame. Për fat të keq e tham këtë. Edhe kjo e ka përfshi popullin tonë, Maqedoninë, Kosovë, po edhe këtune. Sikur janë marrë vesh krejt ta që bëjnë dasma për martesë, se nuk të bëjnë martesën pa me pas gjunaf. A shumë pak, me të e mos kese pak gjunaf. Kjo është katastrofë të këtë dashur. Pra, kush janë shkaqet që bëjnë deri të shkon në lizimi? Dhe si martohemi në Islam? Dasma tona si fillojnë? Fillojnë me kangën, bini të panëve, mush një gotat me raki, t'ja urojnë dasmë në qifte të ri. Starti, temeli, është vëndu, bazamenti është vëndu në gabim. Dhe më parate, kjo shkakton shumë probleme mëndi në jetën bashkëshortore. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju nuk harroni të thoni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kur përmendet Allahu xhelle shanu gjithmonë thoni xhelle xhelaluhu, i lartë madhruar i Allah. Ka thënë hadith, fani, muslimani martohet për 4 gjëra. E para, martohet për pasuri, për bukuri, për soj dhe për fe. Ai që i zgjedh martesën për fe, ai martesë do të kese lumturi. Po ku është ai fat që të jenë pasur, të jenë të bukur, edhe prej sojit të mirë të i qifte tjetër. E sot, vëllezër të dashur, a thonë, ka që kam bet martesa, apo kanë shtu të martesa tjera të cilat janë këtë kundërshtim me fenë islame. Ka martesa ik vajza me lejen e prindërve ose pa lejen e prindërve. Ik vajza me lejen e prindërve ose pa lejen e prindërve. Ik vajza në ditën që do të martohet, të ishtë dashnori e saj. Ka martes, baba i thot vajzës, dilë në qytet, gjeni shfarër, provoj një javë, 2 javë, 1 muj. E pëlqen mbaj, se pëlqen në shoj. Kene ka të tove i thonë me dhanë me kohë. Dhe me dhanë dhe i kafshe. Për gjithësin e ka prindi thonë. Sepse femna në Islam dhe të dashur, as nje nuk është vetë. Ajo si vajzë është në mbrojtjen e babës. Ajo si gruja është në mbrojtjen e grurit. Ajo si nanë është në mbrojtjen e fëmijëve. Femna ka vend të posaçëm në Islam. Martohet se dashnori ka fillu të luje bishti me një tjetër. Martohet vajza atje ku nuk do të shkoje, janë përdorë dhunë. Më për atë, me qindra vajza në Afganistan, në Iran, pa edhe në Irak, digje. E gjekë vetën për shkak se
prindi e donon martohet me një njeri cili nuk e do, nuk e pëlqen. Martohet se nuk i shkon shkolla, nuk i shkon mësimi. Martohet për fat të keq në dashurin haram kamet me barë. Martohen njerëzit, dhe po i shohim këtë për martohen. Pra, martohen në femër jo muslimane. A lejohet? Po lejohet in kane muhsane, nësë është e ndershme. Jo pi kafiqe me pi kafe barëve. Por ajo që është e ndershme, ajo nuk vëjme të të marrë ti, e të marrë të vetë. Pra, po isën hoxën, me kusht t'jesë muhsane, t'jesë pastër, t'jesë e ndershme në fene vete, se përndishe pi kafiqeve, ku e qonë. Për fat të keq, kjo përveç po afrohet vëzit të dashur, martohen bura me bura, gra me gra. A i dini se në Amerikë janë martohu bura me bura, shqiptar. Ka shku të hoxhat, bëjnë liqa, hoxhat s'ka pranu, e ka ndrohu fere, s'ka pas fe, ka shku të kisha, i ka thonë, ima nën qiq. Ka një nën shkur të kjetë kundi, edhe i ka lejuar. Pra ne për shka i kemi temën sonte, martesën në islam. Ajo martes ka harmoni, ajo martes ka dashuri, ajo martes ka mëshirë, mëshirë. Pra pejgamberi a.s. në thëtë martoheni për islam. Ve min ajati en khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Argument është se ka Zot dielli. Argument se ka Zot është hana. Argument se ka Zot është edhe martesa. Tre gjara, nëse janë të qifti, atë ka harmoni, atë ka dëshëri, atë ka jetë. E para, li të skunu i lejha, të gjeni qetësi në ta, jo me ta, në ta. Kjo është ma afër se sa t'i thuash shoqes bashkëshorte. Ne jemi shokë, por kur e bëjmë shoqni ndahemi. Që cili shkon në shtëpinë e vete? Me gruan së ndahesh. Ose për shembull me të ardhin një safir ke shtëpia, një ditë e banë, dy ditë, 3 ditë dhe të mërzitesh. Po me gruan sa do të rish? Do të rish deri sa u ka dhënë Zoti jetë. I të skunu i lejha, qëtësi në ta. Dhe më para te, di trupa me një shpirt janë, di njes me një jastek janë. Të janë shumë afër janë. Këtë afërsi ku që bani? Allahu gjëtë shanu. Për ata, burit i thëtë, e khathtu mi thakën nga lidha ki marë premtim të randë, kur i e martohu me gruën e huj, me vajzën e huj. Ki marë premtim të randë. Edhe ki premtim, do të qëhet në vetë. Ma e me nderë, lëshoj me nderë. Kër e kjenë në shpia, nuk zonë të foli shkeq për gruën tënde, si mundet. Po edhe kër e lëshon nuk zonë të foli shkeq për shkak se s'është e jotja. Pra keq fjale jo, ndoshta s'ka pas muhabet të ti, po duke si që tërkundi. Ama keq jo, muslimani thëtë, pejgamberi a.s. thëtë, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besim plot një njeri që nuk dëmë për vllahun e vetë, ashtu të që dëmë për vetën e vete. Por për gruën tënde, me siguri se ma shumë dhe të tush. Pra, pre argumenteve të Allahu Gjeleshanu qenka, që ne të qetësohemi në ta, të kemi dashuri në ta, dhe të kemi mëshirë. Ju dhe të dini vëzit të dashur me siguri, gruja ka cirkin mujor. Ajo në atë ditë është shumë e shqetësume, të jebën zartin këndi. Pak me të larkë, pëndove të shka banë bajdashë. Allahu e ka pregadit atë për pa fëmi, dhe për atë gruja në islam bile ja kalon burit, si i ka thonë grues t'i ndërton njeri, burit i ka thonë t'i ndërto shpi. Njeri pikos me mende, me arsie, me sul, me mbrojtje, shumë zorë është ta dhe kush njeri unë. A muri ndretën,
me balte, me loqe, me ciment, me hekën. Pra gruaja e ka këtë. Dhe gruaja është ajo që lind krijetar, lind komandanta, lind dietar, lind pejgamber, lind mufesira, muhaditha, fakiha. Gruaja është ajo që lind. Dhe më parathet, pra të tre gjarat, si të jenë me një familje, atë i tërkesë harmoni. Qa kishtë me qenë, sikur Allah të në thonte, të martoni me majmuna? Allahu me. Po sikur të ishte qenë që Allah të në thonte të martoni me gjinë. Auzu billahi ta'ala. Ose me kafsh që si për ndëgjojnë. Jo. Allahu Gjeleshanu, kër e kryoj Ademi, ja kryoj dhe Havën. Thuhet se e ka kryu prej brinit të majtë. Po pse pikamës nuk e kryoj? Po ta shkelje buri gruën? Po pse nuk i kryoj pikakës? Ti rej gruja ma i krej buri? Po pse nuk i kryoj këndit e këtë? Po kënjer zemra. E ta shtej kur e sha në gruë, qka ki bon? Te ki sha një pjesë tënde. Se me laqet ku i rranë sesh dhe Ademit, Hava ishe të Ademi. Dukush të thotë vetëm Ademit i ka nëse dhe jo, edhe Havës i ka në sesh dhe jo për ibadet, për sesh dhe për respekt urdhni Allahu që në të rëqohet në vetë. Pra, me një familje e cila është edukuar në Islam, atëherë as pak në shpinë e muslimanëve të ketë dhunë, nuk mund ndodhe. Dhunë ndodhen kur njani për qiftit ose të di, janë martuar si që martohemi neve sot, pa i lezuar ato urnat e Islamit. Familja është anije, është shumë zorë të shtandërtojsh, po është ma zorë të mirë mbajsh. Anije, shpirë, të ndërtojsh shumë zorë, po të mirë mbajsh është edhe ma zorë. Martesa pare se të jese nevoj fiziologjike vëzit të dashën, ajo është ibadet. Martesa është ibadet. E para qonë sunetin e pejgamberit në vetë. E dita mbruhesh për haramit. E treta e shton popullatën muslimane. E katër të pajton Allahun Gjeleshanu. Pra, po njëkohësisht edhe afrimi burit të gruaja është ibadet. Ve fi bud'i ahadikum sadaka. Me ju afro buri grues është si me dhanë lëmosh. Edhe gruaja burit është si me dhanë lëmosh. Përse i kanë thonë pejgamberit, po me ju afro haramit a haram, po, e këto është Allah. Ne shpeshere i shofëm ato artistët se si afron shishjerin ose ambërësin grues, ne thomë, ja, sa që di. Jo, pasha Allah, kjo është islame. Të me adhan grues një kohë shishjerë është lëmosh, e në ta do t'jabësh për para fëmive. Ne ta dim fëmi se e danë të nanën. E ta nanën e atine, e në nanën të dënë ti. Para të thamë se, pra, ne shumë jemi larguar normave islame dhe më para te nuk shkon një minut në të shpije tona plas fesati. Njëre ka furi, se ka gruja, mëse ka gjarje, mëse ka vajzë, përse nuk e jetëm jetën e sahabeve, nuk e jetëm jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Përse po ndëgjojmë sot ne ndahen qifti, për fat të keqe thamë këtë vallaj. Përse sot? Përse nuk gjejmë një gjuhë të përbashkët? Kush janë shkaqet? Shkaku i parë është iblisi i mallkuar. Shejtani më punë fliqur që e banë në dunja, ta da e burin për grues. Ta që e njëri në vete nuk është problem. Të reje nuk është problem. Të ndaje qiftin, ka ndajt di familje. Ato di familje kanë edhe farefis e ka nda popë. E më përre, punë e keqe shejtani që e ban, është për t'i ndarë. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, mungesa edukatës islame, që nuk ka edukatë islame, nuk e din buri ku e ka vendin, nuk e din gruaja ku e ka vendin. Pika e tretë është mos barazimi i ditorisë. Dhe të kërkohet qifti për shembull, me shkollë të mesme, me fakultet jenë të ditë. Më thënë barazohet me diturin që e kanë, po edhe në islam kjo vazhdojnë. Mos njohja e martesës në islam
Hinë shumë ka rinisë që martohen, nuk e dim se martohen. Nuk e dim se martohen. Lënia e problemeve të rritet aq shumë sa që s'ka kthimje mbrapa. Jo. Po që kalim një problem ndërmjet burrit dhe gruas, më një herë duhet ai problem të zgjidhet, mos bëhet e madhe. Ama kush do ta zgjidhë? Baballarët të di ignorant janë. Jo, me pru njerëz të ditur që din ta zgjidhin këtë problem në aspektin fetar. Edhe kur do ta kuptojmë se cili është gabim, atëherë do të pranohet gabimi. Por buri mirë, buri i sjellshëm, buri i dërtuar islamikisht, nëse ndodh një problem me gruan, ai del jashtë, qetësohet. I thot shoqës, veshu pregatitur se do shkojmë te nana. E vetëm kur t'ja thuash se do shkojmë te nana, 20% bie më e. Rrugës duke shkuar, thot, pa e hap një amërsi që të që ta mbërtore. E kjo e 20% e bie. Kur bëjnë dalën, thot, pa nanës a nuk dhe t'i shim pak amërsie, edhe 20% bie jetë më e. Rrugës duke shkuar, kalojnë pranë një butikut. Edhe i thot, a se ka pas ndërmend, thot, kam pa një fustan shumë i bukur. Kam desh ta blej, po hinë, ta shohë me cëllë jashtë. A e gruaja e kërkon. Thot, cëllë është, po cëllë i ke thonë ti. Jo, te që e vetë, unë e di cëllë jashtë. A i shkon e zgjidhe më të merë, do të shkojtesh. Edhe të shkojte kom pas një jetë me mati të marë. Sa bie mëje, zoglohet e mëje. Mira sot për ti, për nanës, edhe nanës një fustan. Pra, kjo tani manë, kjo tani t'jesh roqko, ta bësh për hirtë Zotit, e jo për shembull. E kjo ati dhënën e kthen me dashuri. Ajo me siguri se ti të thosë se nanës, vallaj, bash shotit e kam shumë të mirë, për shiqoja, mund ka ndërru, tit ka ndërru, edhe kështu me radhë. Pra, si shkak mundet me qenë edhe gjunahet. Nuk mundet të vllai dashur, një vjet jetojsh në haram, edhe një muaj jetojsh në halal. Një vjet në haram, një muaj s'kan jetuar bashkë. Dhe o për atë një sahabi ka thënë kur janë nda, na bashkoj halalin, na dajti harami. Na bashkoj halalin, na dajti harami. Me siguri se kur ka qeni mos marrëveshje, pika e parë kanë ba dëm ndaj Zotit, kanë ba mëkat në Zotit. Kur i ndohen t'i vetë 100% se ndaj Zotit kemi shkel normat islame. Dhe shka u desht, kërkojnë falje për Allah, mandej të himë pajtojnë njani me tjetrin. Pra, si shkak që ndarja është edhe ajo, martohen në krah të babës edhe të nanës. Me rrogën e babës martohen, me penzinë e babës martohen ose të nanës, baba vdiq, nana vdiq, të rrogë s'ka tiku, i një fesati. Dhe të nshpej për të një fesati, ma diku nuk ka. A ka pare? Ka jetë. S'ka pare? S'ka. A më nuk kemi ashtu gra neve, se në bura nuk kemi. Cëlla gruaja i ka thonë burit, o burë, nuk e marë për në punë. Ose nuk e marë për në gurbet. Që gjo, ti kujdes, fitimin të kesh për halalit, ne jemi në gjendje të bajmë mund të hitë, pas jemi në gjendje të bajmë zemën e gjenetit. A kemi kështu gra? Pyes, a kemi kështu bura? A kemi kështu bura? Dhe më para te, pejgamberi i ka thonë pejgamberi të alisërëm, bëm duat më pranuja Allah i lutje, ka thonë, ushqeju për halalit, pranuja Zotit Gjeleshanu duat. Familja, që një trup që a ushqeju në haram, a në haram të shkojë. Dhe pika e nëndë, largimi i burit prej familjes. 5 vjetë, 6 vjetë. Ta në është e gruën të shpia vetë. Mashallah, në kjo katastrofë. Atëherë do një dishimi. Do një dishimi edhe ka gruja, edhe ka buri. Kjo është katastrofë. Sa 2-3 shlak, kanë thonë 3 muj, kanë thonë 6 muj, ma tepër jo. Sot është e pa mundër 6 muj, 3 muj, për shkak të kimi aeroplanët. Pra edhe kjo është si shkak që, për shembull, çifti të bëhet deri në ndarje. Pra, këta e dhe ta pikat që neve duhet për shembull t'i kemi parasysh. Mirë, Hoxha Efendi, u martohëm. Ju për shqip një sekon e fundit numri i grave ka hipur. Të tomën tonë janë 3 me 1, diku 4 me 1.
Çka bëjmë në Irak edhe në Siri? 1 milion gra janë pa martuar. Ata që ju kam dek burën, po se po, për këta që janë tre që së martohen. E kush i zgjedh këto probleme? Vetëm shariati. Çka? Methna, thulatha wa ruba. Merren një, katër kitët. Ma kur je ndërtu te islamikisht të ajo, kur për shembull zgjidhni problemet islamikisht, sepse deputetja franceze në parlament i tha parlamentarëve, si duni ta zgjidhni problemin e gruas me prostitucion, sepse buxheti i madh mushet arka e shtetit në Francë vetëm për prostitutkat. E çka të bëjmë për shembull problemin në Amerikë dhe ku ta di une, vetëm islami e zgjedhën. Të thomi 25 milion janë njerëz homoseksual. 25 milion gra pa martuar janë. E 20 milion burra janë për buxhet për jetë. Ku metën të çka bëhet kjo? Ma thamë bota u shëndroi në kupë të rajë rojnë a Zot. Por ata vetëm islami, edhe ata islami që mund të zgjedhë problemin shoqëror kur është në pyetje çështja e martesës apo çështja e afrimit të burrit të gruas. Lusë Allahun Gjeleshanu që të fjalë që dulëm dhe me inshallah kanë depërtuar ke juve, mini seriozisht të fjalë, nëzi se kemi fëmijë, kemi djemdhe, kemi vajza, ulu, bisedo, me gjallin banu vlla, me vajzën banu motër. Qaj, intime gjaj çka i kini muslimi, çdo se këtë din vajzë jote jemja dashurohet, unë nuk e di. Gjallë jem dashurohet, unë nuk e di. Përse kështu? A jemi të lidhër sonë nëpërmjet xhepave, apo jemi të lidhër nëpërmjet zemrës? O birë, unë po e dha hap mundin e fundit, për të qesë selamet, që kur des nesër të kem hajë dua, mos kem për shembull bedua ose mallkim hajë. Pra, lusë Allahun Gjeleshanu të na përmirësojë situatën, të na afrojë, të na dashurojë, gabime kemi plot, për të kaluar në thoni estekfirullah, për tashmë në thoni elhamdulillah, për tashmë në thoni inshallah. Për të kaluar në thoni estekfirullah se jemi njerëz dhe gabojmë, për tashmë në thoni elhamdulillah që jemi gjallë dhe kemi mundësi të përmirësojmë, dhe për tashmë në thoni inshallah që Zoti na ka pranuar këtë lutje tona dhe na fut në turmën e njerëzve të mirë në shoqërinë e pejgamberit alayhis salam. O Zot, ne kur gabojmë të na mlon, ne kur hajrun të na kujton, ne kur smurëm e tje kallzon se sa i fuqishëm, e kur të vdesim tregoj sa i mëshirshëm. O Allah, në bënd të vërtetën të shohëm si vërtet, dhe të ndjekim dhe të shohëm pa vërtetën si pa vërtet dhe të largohemi. O Allah, kush e don të mirë në fesë islame dhe muslimanëve, e vjet mirë të kësaj dhe asaj bote, dhe kush nuk e don të mirë në fesë islame dhe muslimanëve, ti o Zot, ti si tak mirësh ndaj tine, dhe o Zot, dhe lo gabimet tane me mbëlesën tane të bukur, me të cilin e kemi luar veten dhe nuk ka si që të shef. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين استغفر الله لله الفاتحة.